Muzeu etnografik në Memaliaj, i çelur 6 muaj më parë, mbetet një nga destinacionet më të preferuara për të vizituar edhe gjatë stinës së vjeshtës. Atmosfera e ngrohtë, ekspozitat e pasura dhe trashëgimia kulturore që përcjell e bëjnë këtë muze një ndalesë të veçantë për vizitorët. Sipas specialistit të muzeut, interesi nuk mungon as këtë periudhë vjeshte pasi ekspozitat ofrojnë një udhëtim në historinë, traditat dhe mënyrën e jetesës së zonës. Ka të vizitorë të shumë, si vendas dhe të huaj, ka një interes për të shtuar më shumë, po të themi nga banorë vendasit cilë kanë ikur, kanë qenë banorë për Memaliaj, por që tani jetojnë në për Europë apo dhe Tiran, edhe nga Brezili, nga nxitët e shkolleve apo të këshurin që kanë kënaqësi që të njenë me historinë tonë, me traditat, me vlerat që ka përcjellur ndër breza krahina e Toskërisë. Vizitorët kanë mundësinë të njihen nga afër me objektet e përditshmërisë, veshje tradicionale dhe elemente të kulturës materiale që ruajnë identitetin lokal. Marr interes për orientimin shtëpiake, për veglat e punës, për veshje popullore që kemi këtu dhe për ditë kemi një interes tepër të madh. Jemi munduar që çdo ditë pasurojmë akoma me objekte, me veshje apo sende të reja dhe jemi duke punuar fort, si me banorët cilit na kanë dhuruar sende të shumta, po si dhe me përfaqësuesit e bashkisë. Në mbyllje ai apelon për vizitorët ta shfrytëzojnë këtë periudhë për të eksploruar historinë dhe trashëgimin kulturore të Memaliajt, duke theksuar se muzeu mbetet i hapur dhe i aksesueshëm gjatë gjithë javës.